Kriju i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar thirrjen e Edi Ramës ndaj deputetit demokrat Dashnor Sula për t'u bashkuar Partisë Socialiste pasi ngeli pa parti politike në zgjedhjet e 11 majit. Kryedemokrati deklaroi se vendi i Dashnor Sulës është në Partinë Demokratike. Sipas Berishës, Rama i tha Dashnor Sulës që sa të shkojë tek llapaj, hajde tek unë, se është njësoj se jam unë padroni. Është një eksponent i Partisë Demokratike me investime reale në këtë parti dhe vendi i tij është në Parti Demokratike. Eksplorimi se njeri të pagabueshëm nuk ka. Njeri të pagabueshëm nuk ka. Ideja e tij për të gjetur stre tek llapaj e mori përgjigjen sot nga Rama. Rama i thot atij që sa shkon tek llapaj, hajde tek unë, se është një lloj, po të paktën unë jam unë padroni. Kështu që pra në këto deklarata shifet se sa e pa vend kaq, sa e gabuar ishte për zgjedhja që bëri Dashi me llapaj. Nuk ka, sepse ata janë një lloj, ato janë patericat e Edi Ramës. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama gjatë takimit me kandidatët në qarkun e Elbasanit u shpreh se Partia Socialiste është një shtëpi e madhe, e hapur dhe për figurat e Partisë Demokratike. Gjatë fjalës së tij, ai nënkuptoi se edhe deputeti demokrat Dashnor Sula mund t'i bashkohet partisë, por si fillim, sipas kryeministrit, ai duhet të dezinfektohet nga llumi i kënetës ku ishte. Këtu për t'i thënë gjithëve mirë se të vini. Përveç salamandrave të knetës dhe kukumjaçkave, ata nuk kanë vend këtu. Kurse Dash Sula duhet të hyjë në një proces se mund t'jetë dhe i ditë edhe Dash Sula. Po për momentin duhet të dezinfektohet. I natë mund t'a kesh sa dush, po hakun duhet ja japësh që, me thënë drejtën, aty një njeri me ulërima për ditë, për komunitetin e vete, për miletin atje, se kanë ata një dytë aty si. Po duhet të heqi gjithë morrat e kënetës.